Agjensja Kombëtare e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka njoftuar për zgjerimin e hartës së zonave të prekura nga mortaja dhe baktit e imta në Shqipëri. Në njoftim për media, Dëmmedia si deri më tani janë identifikuar zyrtarisht 7 ferma pozitive në 54 shpërthimi, krerët e të cilave po azilsohen sipas protokolleve strikte veterinare për të frenuar përhapjen e sëmundjes. AKVMB ka marrë masa për ndalimin e tregtimit të kafshëve të gjalla në këto zona, ndalimin e lëvizjes së kafshëve, ndërsa i bën apel fermerëve të njoftojnë veterinerët për çdo shqetësim që paraqesin kafshët në fermat e tyre bregdorale. Ky është një hap mjetik për mbrojtjen e tufave dhe për ndalimin e përhapjes së mëtejshme të kësaj sëmundje shumëgjithëse dhe shkatruese për blegdorin. Veterinerët janë në terren, ka thënë AKVMB, në gatishmëri të plotë dhe për krah fermerëve për marrjen e mostrave për analizë dhe monitorimin e vazhdueshëm të gjendjes shëndetësore të kafshëve. Është ndaluar përkohësisht lëvizja e kafshëve të gjalla të llojit dhe di nga ferma në fermë, shtregtimi dhe kullotja në kullota në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu ndalohet përkohësisht tregtimi i dhënëve dhe dhive në tregjet e kafshëve të gjalla, mjedise të hapura, panajire dhe grumullime të tjera në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Lejohet lëvizja e kafshëve të gjalla të llojit dhënë dhe dhi vetëm për në thertore, shoqëruar me certifikatë shëndetësore veterinare, lëshuar nga veterineri zyrtar. Vendimi vjen pas shpërtimit të mortajës dhe bagtit e imta. Vendi ynë po plaket me ritme shumë të shpejta, ndërsa po përmirësohen statistikat diku në Tiranë, në qytete të tjera, mosha më mesatare është mbi 50 vjeç. Shqipëria është duke u plakur me ritme shumë të shpejta. Alergimet më të mëdha janë të moshës nga 20 deri në 40 vjeç, që përbëjnë 54% të popullsisë së larguar. Më problematik është në qarqet e jugut dhe të juglindjes. Këto statistika janë pothuajse në të gjithë Shqipërinë, ndërsa kryeqyteti është gjendja më e qëndrueshme. Tirana rregullon pak piramidën e popullsisë, e bën më të pranueshme deri diku. Në qarqet e tjera, mbi 50% e popullsisë janë mbi 50 vjeç. Kjo tregon se ne jemi duke u plakur me ritme shumë të shpejta dhe si shkak kryesor është emigrimi. Rënja e lindshmërisë, dy nga faktorët kryesorë që kanë të bëjnë me këtë rënje. Rritjen e temperaturave, numri i insekteve në ambient është shtuar, duke sjellë rritje të rasteve të pickimeve që po drejtohen nga mjek të familjes kudo në vendin tonë, ku me ngrohjen e motit janë shtuar pacientët me reaksione alergjike ndaj pickimeve të insekteve. Rastet më të shpeshta janë nga mushkonjat, mizet vogla, bletët, grerzat dhe më raste të rralla nga milkonat e zjarrit, të cilat janë më të përhapura në plazhe. Pickimi i insekteve mund të shkaktojë simptoma të ndryshme, nga reaksione të lehta që mund drejtohen në shtëpi deri tek alergjitë serioze që kërkojnë ndërhyrje mjekësore. Në rast pickimi nga mushkonjat dhe mizet e vogla nuk nevojitet kujdes i veçantë përveç të ndosjes së kompresave në ujë të ftohtë. Në rast pickimi nga bleta, zona duhet lahet me ujë dhe sapun, duhet të vendoset kompres e ftohtë për të reduktuar enden. Në asnjë rast nuk duhet të kryhet vendi i pickimit për të shmangur infektimet dhe nëse është e dukshme thumbi duhet nxjerrë me kujdes. Edhe pse më të rralla përgjatë verës rritet edhe rreziku i pickimit nga gjerprin, për të cilët duhet kërkuar menjëherë ndihmë mjekësore në qendrat spitalare. Presidenti francez Emmanuel Macron ka deklaruar në një konferencë për shtyp se Franca është e gatshme të marrë pjesë në operacione për mbrojtjen e Izraelit, nëse Irani ndërmerr sulme kundër tij dhe nëse situata lejon një angazhim të tillë. I kam ofruar Izraelit gatishmërinë time për ndihmë, ka thënë Macron. Megjithatë, ai theksoi, në asnjë mënyrë nuk kam ndërmend të marr pjesë në ndonjë operacion ofensiv. Shpërtimet fuqishme janë dëgjuar në Tel Aviv dhe Jeruzalem, pasi ushtria përlajmëroi se kishte identifikuar shumë raketa iraniane në drejtim të Izraelit. Pamjet e agjencisë Reuters nga Tel Avivi treguan një rrethymë duke ngritur pas një preve rënë në tokë. Aktualisht, pas mesnatës së të shtunës në Izrael, ka patur sulme të fuqishme. Ushtria izraelite tha se ka identifikuar një valë të raketesh të lëshuara nga Irani drejt Izraelit. Ajo ka udhëzuar popullsinë të kthehet në strehimore, ndërsa sirenat po bien në të gjithë Izraelin.
Zgjebja një sëmundje që dikur konsiderohej pothuajse e zhdukur në shumicën e vendeve të zhvilluara po përjetoi një rikthim shqetësues në Itali, sipas shoqatës italiane të dermatologjisë. Raportet e raportuara të zgjedhjes janë rritur me 750% përgjatë periudhës 2020-2023. Kjo rritje e ndjeshme ka ndetur alarmin e institucioneve shëndetësore dhe sociale, veçanërisht në shtëpitë e përkujdesis për të moshuarit, shkolla dhe spitale, ku përhapja është më e lehtë për shkak të kontakteve të ngushta ndërpersonale. Një studim i botuar në revistën shkencëtore Sëmundjet infektive të varfërisë përshkruan situatën si një kërcënim në zhvillim për shëndetin publik. Po ashtu, një tjetër kërkim i publikuar në revistën Infeksionet seksualisht të transmetueshme konfirmon rritjen eksponenciale të rasteve në qytete si Bologna. Zgjebja shkaktohet nga një merimak mikroskopike, Sarcoptes scabiei, që depërton lëkurën e njeriut dhe shkakton kruarje intensive, sidomos përgjatë natës. Një koleksion i madh monedhash i gjetur nga muri një shtëpie në Francë, pasi pronari i tyre Drojet është shitur për miliona euro në ankand. Shtëpia e ankandeve thatë e intens se të gjitha monedhat ishin shitur në Paris këtë javë, duke arritur një total prej më shumë se 3 milion eurosh. Monedhat u mblodhen nga Paul Lars, i cili jetoi në një fshat të vogël në Francën jugperëndimore deri në vdekjen e tij në 2024. Eksperti i monedhave Thierry Parsi Tassenars, i cili jetoi një jetë modeste dhe nuk pa shumë nga bota, i shpenzoi gjitha paratë e tij për koleksion e tij. Me kalimin e viteve ai ndërtoi një koleksion monedhash me më shumë se 1000 cop. Shumë nga monedhat datojnë shekuj më parë. Midis tyre janë monedhat lashta nga Mbretëria e Maqedonisë, që datojnë në vitet 336-323 para Krishtit, si dhe seri pothuajse të plota monedhash të përdorura për gjatë mbretërimit të mbretërve francezë si Luigi XIV, XV dhe XVI.